enabled for takeoff, landing and always whenever the sun is on. Charging electronic devices, smoking including e-cigarettes. Venecia, si një prej qyteteve më të vizituara të Italisë, ose siç thamë edhe më herët qyteti më i vizituar i Italisë, mbijeton, domethënë gjithçka, ekonomia e këtij qytetit mvaret nga këto barka ose këto anije të vogla që po i shihni, e që krejt ekonomia pra e këtij qyteti varet nga këto barka. Domethënë krejt vizitorët që i shfrytëzojnë këto për me shetit në Venecia për dikun 5 deri në 6 orë, ishte çmimi 18 euro për person. Mirëmbohet, domethënë qyteti edhe gjithçka tjetër për shkak se Venecia nuk ka vetura, në Venecia nuk ka makina, nuk ka autobusa, nuk ka diçka tjetër përveç këtyre barkave ose anijeve të vogla. Kjo është edhe një tjetër e veçantë e Venecias. Pak aty është ngrit niveli i ujit të shini, po jo shqetësuese. Këto janë
banesa, do më thonë banesa private të njerëzve ose si lloj kompleksi banesor, po dikon rreth 3-4 kat, shpeshin edhe vet. Shumë i vjetër, e veçante e Venecias, do më thonë këto objekte kaq të vjetra, edhe qyre ku e kanë ujin këto, edhe qyre ku e kanë derën aty, pak me u rrit niveli i ujit, që për shembull ajo shtëpia aty, pak me u rrit niveli i ujit, jënë mrena, edhe këta jënë mësu me jetu dhe më thonë këto kushte, ose në këtë pjesën tjetër të dritareve, jënë mësu me jetu në ujë. Bukur shumë, veçantë, qytet i vjetër. Kushdo që do në marrë me vizitu Venecian, duhet me arë shumë herët, dhe më thonë në mëngjes herët, për me mujt me shfrytzu ditën, edhe me mujt me hy në për dyqane dhe me këqyr gjana të ndryshme, thjesht me shiju me një fjallë, për shkak se është qaq qytet i madhe dhe qaq shumë të merë kohë, sa që ti nuk e she orën heq, edhe nuk e vren që ka kalu qatë shumë orë. Po, pastaj pjesën e çmimeve, të ushqimit edhe të pijeve ose diçka të ngjashme do e flasim pak më vonë, sepse dhe ajo është një pjesë shumë e rëndësishme për vizitorët që vinë. Apo thot, meny 15 euro. S'po ka shtrejt që kjo. Italisht nuk po e kuptojmë. Për ndryshe, gjuhë interesante shumë, jo shumë e vështirë për me mësu me folë, po e bukur. Jemi në Venecia, edhe une si për herë të parë që e marrë të bona pyetje për çka janë qëto tavolina, po nuk e dita për çka janë, e këta një koqirët këtu dojnë me na tregu, normal që janë shqiptar, që na kanë prit këtu në Itali, për çka janë qëto? Hajde, kush për na tregon për çka janë qëto tavolina? Ku tritit niveli i detit, në bushë të ujtë, komësot dhe të njëna. A ndodh shpesh mu rrit niveli? Ma rasa matralla, ma i jushte. Mirë po, dhe rritit niveli i detit. Çka bojnë qytetarët? Po më nëj vizitorët, jo qytetarët, po vizitorët. Do të pënjën e esin, ose esin me qizë, me dafën, si bojën në niveli i detit. Bizneset, a mbyllën bizneset? A ka qenë e herë diçka shqetësuese nai? Po ku rrit 1,20 m. 1,20 m. Të më thonë këto tavolina janë, kur të rritet niveli ujit këtu, me shërby në raste të ndryshme. Biznese nga fusha dhe veprimtari të ndryshme operojnë këtu në Venecia, një prej vendeve më të vizituara të Italisë. A është të vërteta? Jo, është një prej, a ma i vizitume? Ma i vizitume në Itali.
i bukur shumë. Sot, në fakt, është data 19 shtator dhe s'po mbretëron një mot shumë i mirë ashtu se që duhet, apo? Me qenë Venecia për mu kënaqë edhe ma shumë. Mirë po edhe kështu është shumë mirë. As nuk është ftoftë, po as nuk është nxehtë. Është dikon temperaturat, nashta janë sa muj me kon temperaturat. Nashta s'po di gati 90 gradë ose diçka kështu. Deri tash, normal që s'pë ndëgjojmë kërkon të full shqip. Megjithse, ka shqiptar shumë.